Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri thirrje të rinjve të bojkotojnë mësimin javën e ardhshme në shenjë proteste kundër mbylljes së platformës TikTok. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha u bëri apel të gjithë nxënësve të nisin grevat kundër qeverisë Rama. Problemi është që një njeri pa asnjë tagër, pa asnjë ligj, kërkon vendos të varë në sheshin Skënderbeg TikTokun sepse e kritikoni ju me TikTok, atëherë ju keni të drejtë të filloni grevat. Dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hanë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha sqaroi se edhe protesta 15 marsi do të jetë protesta e të rinjve. Protesta e nxënësve, studentëve dhe të rinjve para kryeministrisë me datën 15 do të jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjërë sot. Protesta kundër censurës, protesta me të cilën çdo fëmijë i çdo moshe që kap smartphone-in përballet, del bëhet luftar kundër diktaturës në mbrojtje të TikTokut dhe kundër censurës. Ndërkaq që raport me Spakun, Berisha përsëriti akuzat ndaj drejtuesit prokurorisë posaçme Altin Dumani, duke vënë në dukje se as kryeministri Edi Rama e as Erion Veliaj nuk e përmendin emrin e tij, edhe pse Dumani ka firmosur së bashku me prokurorin Dado për arrestimin e kryetarit Bashkisë së Tiranës. A është kjo një ujdi, akord midis Edi Ramës dhe Altin Dumanit? Nuk mund të them, se unë nuk e di. Por që këta kara janë takuar periodikisht, se këtu janë dy persona të zi, me zi njëri se tjetri, Uluziu dhe Arben Rakipi. Këta dy janë bashkë me Ymer Lalen, njerëzit që kontrollojnë Dumanin. Por ndërsa artikuloi akuza ndaj Altin Dumanit, Berisha i doli në mbrojtje prokurorit Olsi Dado, siç ka vepruar prej datës 10 shkurt, kur kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj u arrestua.